Cili nga provimet konsiderohet si më i vështirë nga maturantët, duke referuar gjithmonë viteve të kaluara? Në fakt ka një lëvizje këtu, sepse historikisht ka qenë matematika. Do të thënë ka qenë provimi që dhe si lëndë në fakt në shkollë, matematikën kanë më shumë frikë dhe asin më shumë vështirësi. Po të paktën me sa kam vënë re unë, ka ndryshuar pak trendi dhe po shoh që kanë më shumë frikë zgjuletërsinë. Sepse matematika është eksakte dhe sado të mos jesh i mirë tek ajo si fush, ti arrin që të mbyllësh ushtrime ose të marrësh një notë mesatare edhe në provim. Po gjuletërsia është jetë subjektive dhe ka ato kleçkat e veta, çdo pyetje do të thënë duhet të lexosh mirë tekstin, duhet t'japësh përgjigje të sakta me drejt shkrim, duhet t'i formulosh mirë përgjigjet e tua, pra ka një nivel më të shtuar vështirësie se sa një shkencë eksakte si matematika.